Gazetaria Klodiana Lala në një studio televizive zbuloi emrin e ministrit që po hetohet nga SPAK. Ajo tha se njoftimi i bërë nga SPAK për ministrin që po hetohet ka të bëjë me ish-zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj, por ndërkohë Lala tha se prokuroria e Tiranës ka konfirmuar se ministri Arbian Mazniku është person në hetim me akuzën për shpërdorim të detyrës dhe shkeljes së barazisë në tendera dhe kjo dosje i është kaluar për kompetencë prokurorisë së posaçme. Ka një lapsus në njoftimin se po hetohet një ministër. SPAK ka një libër për transparencën. Rasti që është bërë publik ka të bëjë me zotin Ahmetaj. Në kohën që ka nisur hetimi ka qenë në cilësinë e ministrit. Ka persona apo ministra aktual që janë në hetim por nuk bëhen publik. Ahmetaj ka patur disa funksione. Është një çështje e dërguar nga Prokuroria e Tiranës në adresë prokurorisë së posaçme, Belind Kolliçi, në vitin 2023, kur kandidonte për kryetar të Bashkisë së Tiranës, denoncoi publikisht një rrugë që ishte ndërtuar pa tende rruge. Ky tender u zhvillua pasi u shtrua asfalti. Kolliçi denoncoi Veliajin. Prokuroria tha se Veliaj e kishte deleguar firmën dhe rezultonte Mazniku, që ishte nënkryetar dhe nuk ishte kompetencë SPAK në atë kohë. Më pas Mazniku emërohet ministër dhe Prokuroria e Tiranës e thirri zotin Mazniku dhe e pyeti 3-4 javë para zgjedhjeve parlamentare. Sot Prokuroria e Tiranës më ka konfirmuar faktin se zoti Mazniku është person në hetim me akuzën për shpërdorim të detyrës dhe shkeljes së barazisë në tendera dhe kjo dosje i është kaluar për kompetencë prokurorisë së posaçme dhe SPAK e regjistron Maznikun si person në hetim, nëse konstaton rrugës që dalin të dhëna të tjera nga ato që ka prokuroria i grupon dhe vijon hetimin, tha Lala. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.